Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu at-taslima ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet Allahu xhalla wala I takojnë, sa paqja dhe bekimet e Allahut janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjejnë rrugën deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po vazhdojmë edhe me tutje me emrin Allahu xhalla wala al-wali dhe përfitimet dhe ndikimet e këtij emri në jetën tonë të përditshme dhe në jetën tonë përgjithësi në jetën e kësaj bote. Folëm më herët për kuptimet e këtij emri edhe në rrafin gjuhësor, po edhe në raport me Allahun xhalla xhelaluhu dhe përmend disa prej dobive dhe ndikimeve të këtij emri tek ne. Gjithashtu për asaj që përfitojmë nga ky emër është ajo që ka të bëjë edhe me kuptimin gjuhësor, por dhe në raport me Allahun xhallahu te këtij emri ku them se një prej kuptimeve të këtij emri është afërsi që nuk njeh ndërmjetësues, nuk njeh asgjë mes teje dhe mes atij që i afruar. Andaj, vëllezëruar, nga kjo duhet kuptojmë se besimtari duhet të largon të gjitha pengesat që qëndrojnë mes tij dhe mes Allahut azza xal. Çdo gjë e cila e pengon afrimin me Zotin xhallahu ala duhet të insistojmë që ato të largohen ato. E këto pengesa janë të lloj-llojshme. Këto pengesa janë të lloj-llojshme, por kryesorët janë disa që I ka përmendur Ibn Qayyim rahimullah dhe dietarët e tjerë. Pengesa kryesore që qëndron mes njeriu dhe lidhes me Allahun azza xal është ajo që tek ne quhet tradita apo e kaluara, është mësuar kështu, e ka mësuar kështu, ka qenë kështu, apo këto zakonisht janë pengesa serioze që njeriu të lidhet me Allahun xhalla xhelaluhu. Ose bëhet pengesë, për shembull, ndonjë ves I së kaluarës, ose bëhet pengesë në një kuptim I së kaluarës, ose bëhet pengesë ndonjë traditë e së kaluar që është mësuar kështu me jetu, është mësuar kështu me usill, është mësuar kështu me vepru, apo dhe tash kjo padyshim e ka kuptuar më vonë se bie ndesh me mësimet e shariatit. Dhe lidhja e tij e fuqishme me të kaluarën apo me atë që Allahu xhallahu ala nuk është I kënaqur me të, pengon që tash të lidhesh me Allahun xhallahu xhelaluhu. Pra mundohu që çdo pengesë që të pengon lidhjen me Allahun xhallahu ala me e largu. Çdo gjë, nga se kjo pamundson afrimin në kuptim të emrit të Allahut al-Wali. Njëri mund të afrohet Allahut azza, për shembull, nga një aspekt, por të mbetet larg nga aspekti tjetër. Por të afrohet me Allahun xhallahu ala në bazë të kuptimit të emrit të al-Wali, që ti garanton vetë se ti atë përkrajnë, në bikqyrën, atë kujdesin e kështu me radhë, atëra kjo është e kushtzuar me largimin e pengesave. Sa më tepër I largojmë pengesat mes neve dhe mes Allahut xhallahu ala, aq më tepër jemi të lidhur me të dhe aq më tepër përfitojmë nga ajo mbikëqyrje dhe përkrahje që folën për të më herët. Andaj kjo është ajo që e ka përmendur Qayyim terkul awaid, ato që është ade që kon e kaluar, ato që e mësu, I rrit që shtot, I trajnuar që shtot, I shkolluar që shtot, këto ato që ka pengon për të kalluar xhallahu praktese. Pa kushte, pa vonesa, pa asgjë tjetër që të pengon me larguar. Sikur që kanë qenë ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çdo gjë pa kushte që e kanë pasë po pengon për të kalluar xhallahu ala e kanë larguar në mënyrë të menjëhershme. Dhe tjetra që duhet me e largu ose që pengon duhet të, që pengon është ajo që Ibn Qayyim rahimahullah thotë, qat'ul alaiq, tarkul awaid wa qat'ul alaiq, largimi nga adetet, zakonet, veset e skaluar që pengojnë, edhe qat'ul alaiq, shkputja e të gjitha lidhjeve tjera që pengojnë lidhjen me Allahun xhallahu xhelaluhu. Në lidhje, për shembull, lidhje e dashurisë haram, lidhje e shoqënisë, lidhje me pasuni, këtë çka ki lidhje me të kaluarën e që pengon mu lidhje me Allahun xhallahu ala duhet me e kput. Nuk thotë Ibn Qayyim rahimahullah hallu al-alaiq me zidh, po qat'u al-alaiq. Duhet me kput, se nëse I zgjidh e këtë mundësi apo ato më lidh, ama kur të kput nuk lidhet më kur me lejen e Allahut xhallahu xhelaluhu. Andaj për shembull fatkeqësisht sot
gjojmë se muslimanët janë të lidhur në shumë aspekte, apo lidhje që po i pengon më es tek Allahu xhallahu ala. Nga se udhëtimet tek Allahu te barekota duhet të bëhet në lartësira shumë të larta apo. Dhe lidhja e njerit me litarët e kësaj bote e pengon më ngrit. Që të nga njëri do më ngrit nalë, më shumë, nuk mundesh, normal nuk mundesh të je i lidhur. Duhesh me këput lidhjen me këtë botë, duhesh me shkëput komunikimin me tokën, për me mujt pastaj me udhëtu lirshëm në drejtim të qiellit, ka Allahu te bareka o taala. Prandaj shkëputja e të gjitha lidhjeve të ndaluara apo që janë lidhë në vendin jo të duhur është kusht për të afruar me Allahun xhallahu ala. Është kusht për përfituar nga emri i tij El Wali. Çfarë do qof kjo? Qof kjo lidhje e shoqërisë, gabim. Shoqëria që të pengon, me këtë shoqëri nuk mundesh ndalë me shkuar, këpote. Apo me këtë për shembull punë ku je s'mundesh me shku, këpote. Me këtë mënyrë të ditës që po shkon ti nuk mundesh, je lidh shumë me dosa në këtë botë. Je lidh këpote gjitha këto. Prandaj edhe ato që Allahu na ruaj quhen sot lidhje të ndaluara të haramit që fatkeqësisht jemi duke u zhgënjur dhe dëshpëruar vallahi në masë të madhe që ndëgjojmë për lidhjen e muslimanëve dhe muslimaneve mes vete në mënyra të palidhshme, të palejuara, duke u lidh në mënyra të me niyete të mira kanë, padyshim nuk ka kundërshtim niyetin, apo kushtimisht po them kështu, mirë po neve na intereson rezultati apo. Haram që të bisedon femna me mashkullin dhe shprehje që do të thotë padyshim ndoshta edhe pse moshën ka halal me bisedu, po din atë mos nuk bën me shkuar. Biseda mos lasim don që ka filluar do të thotë është tepër rëndësishme fatkeqësisht apo që këto marrëzina mu përhap ndoshta tek jeta e njerëzve të martuar, e tek besimtarët në emra të ndryshëm këto si më rëndësi parollat dhe emrat apo po më rëndësi do të thotë fllësira që po ndodhin në fund të procesit apo. Andaj këto lidhje pengojnë me kita tek Allahu xhallahu ala. Wallahi apëtan, çdo kush që ka lidhje haram me dikën, apo kjo i pengon, rëndësisht i pengon, dhe qëndësisht i pengon, që të lidhet me Allahun xhallahu ala. Nga se Allahu xhallahu ala nuk të lejon mu lidh me te, përse i lidh me dikon tjetër me haram. S'ban, nuk ban. Te sot për shembull e ke pa në telefon je, nuk mund me duhet me fol apëtan. Nuk ta mundson me duhet me fol. Ai të lajmëron se dikush në lidhje apëtan. Po pa e kaput me këtë lidhje sunetur aty urna apëtan. Edhe kështu me Allahun xhallahu ala, zemra nuk pranon me dy lidhje apo. Allahu thot nuk ja kemi mundsuar njeriu që të ketë dy zemra brenda vetëm. S'ka min qalbaini fi jawfi. Mendin s'ka dy zemra apo. Një zemër ka për mu lidh me këta, e një zemër ka mu lidh me një është. Ose duhet mu zgjidh nga gjitha lidhjet haram që janë, edhe mu lidh me Allahun xhallahu ala, ose për atë sa është e lidhur me haram nuk ka mundësi me vazhdu me Allahun xhallahu ala. Andaj e privojmë veten vallahi nga çdo gjë. Dikush është i lidhur për shembull me filma. Ata filma haram me qyra ata për shembull. O smuj me lon. Ata smuj me lidh me Allahun xhallahu ala. Dije. Para se lidh me këto. S'po them në rrafshin e filmave të fleshtë të pest, po filma që s'kan kufra do bie. Filma imagjinar, filma pa lidhje humbin kohën apo është lidh me ta. S'mund që ashtu nuk mund hoq pak me shkutje pa pa në film apo. I lidh. Apo, nëse se ka këtë lidhje me namaznat, nuk kur s'thot për shembull, s'badja, s'merr gjun pa i fal dorë çata apo. S'ka kështu. Apo çe ku i lidhën ti apo. Nuk muj pa, a ke pa ndonjë gjë të lidh me kafen sabah. Soni çili syt apo pa pini kafe. Thonë që kjo është haram, po mos u lidh me ta apo. Bënë këtë ndjenjë të lidhjes me namaz sabat. S'moj me marr frym, dasën për shembull, me ik dhikri. Lidhë që të lidhë. A këto pije vazhdon, s'po them mos e pi këta. Ti rrjedhë me këta, ama mos u lidh. Mos u lidhje kurzime që jeta të është kurzuar apo. Që një musliman kanë me këto shpreh, doon që shprehen këto lidhje janë pa lidhje. Don lidhje pa lidhje. Apo është lidh me këto, s'moj pa njëra njëo pa shkuçë to, nuk më pa. Jo valla, keq çto që s'ke mujt. Se kjo janë lidhje të kësaj kaluarës. Ç'është e lidhje? Keq çto tash ti kpoti këtu lidhëm me Allahun xhalla xhelalu. Me ato që ka dhënë Allahu xhallahu ala, me ato që çon tek Allahu xhallahu ala. Nuk muj. Për shembull, sa është e mirë, për shembull dikush në shashëm për juve, në të kaluarën për shembull s'ka mujt, apo çdo dillë pa shku, për shembull, dikun me dalë ose me nxon peshë ose me bëu diçka, s'moj pa dal.
tash ato e ka kput, thot nuk moj çdo ditë pa nders. Që kjo është lidhje konkrete. E ka shkput atje e lidh me Allahun xhalla xhelaluhu. Nga se ardhja këtu apo është lidhje me Zotin xhalla xhelaluhu. Kjo s'ka qenë pjesë e lidhjes së kalumën. Po e ke lidh vetëm me këtë, e ke lidh vetëm me ders, e ke lidh vetëm me përfitim. Kjo është padyshim ajo që praktikisht tregon një lidhje në vendin e duhur apo. Prandaj largimi nga zakonet dhe veset që të kputin pe Zotit dhe kputja të gjitha lidhjeve që të pengojnë mulit me Allahun xhallahu ala është e kërkuar që besimtari të vazhdon më tutje për të përfituar nga emri Allahu xhallahu ala el-Wali. Dhe për përfitimeve këtu është lëndëruar e ngjashëm ato të parën është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar ashabët e tij që gjithmonë të jetojnë në hijen e mbikëqyrjes së Allahut azza xal. Jo në kuptimin asaj që kemi të raqib, që Allah i shikon, jo, po gjithmonë ta kuptojnë se vetëm pa Allahun nuk munden. Dhe vetëm me të duhen me kon të lidhur. Nuk e kanë kushtzuar suksesin e tyre, ngritjen e tyre me askën për tokë. Po, sebepi është i duhur, ne na vjen sebepi. Nuk mundem pa dietar. Apo, po nuk kemi të kushzuar me dikën se çka nëse das nata ne do të më shku këtë në varr. S'ka kështu aftë. Prandaj edhe në luftën e Uhudit kur janë të reka sahabët e pejgamberit sa në natën kodër, rasti i njohur kur ka filluar me bërtit Ebu Sufjani e fiku Muhammed, a është në mes një Muhammedi? Ka la të gjibu, mësë përgjegjni, që pa të interesan e Muhammed e se Muhammed. Apo e fiku Muhammed, sa ju mësu me njerëz më lidh. Apo e ka dash me ditë, nëse së është Muhammedi, këta pësun. Ka la të gjibu. Mësë i pan përshni për ju, a është filone, a se filone. Ka në fikum ibn Abi Kuhafa, a është në mes një i biri Abi Kuhafa, se Bubekri. Ka la të gjibu, mësë e këtheni apëta. Apo e kanë pyetur edhe për Omer ibn Khattabin, a është se këta pejgamberi sa me këta dy janë kon shtylla e besimtarëve ata. Nëse këta dy kanë shkuar edhe pejgamberi sa me tjetër apo mblet ata. Ata çdo kanë menuar ata. A pse sa kanë vazhduar edhe mas pejgamberi sa, kanë vazhduar mas Abu Bekr dhe mas Omer kanë vazhduar atutje. Kur ka pyetur për Omer kanë latu xhibu, mos u përgjigjnë ata. Kur s'ka marr përgjigje, e ka kap kënaria Abu Sufjanit. Se i mposhtën. Apo e ka thonë lana al-uzza wala uzza lakum. Na e kena uzane, jo s'keni, që të keni hupi, a kur lidhet puna me këtë punë, ka onë, ela të gjibun, atash, asë përgjigjin ja, tash këthene. Atar ka thonë, bima në gjibu, ja Rasulullah, me shka mu për ja Rasulullah, ka thonë, Allahu maulana, wala maula lakum. Ju thuni, që ka maula. Apo, Allahu maulana. Nëse kejta jenë shkuna, ka me të Allahu, e s'ka në hupi në kur gjapëtën. Apo, e ju që keni fitu, Allahu maulana. Që ka çfarë përgjigje adekuate, të përshtatshme në këtë situatë apo. Që ka kur bie fjala për njerëz la të gjibu, mos e përgjigj apo. Punë e madhe. Ama kur vije puna për me tregu për miqësi e për përkrahje, Allahu maulana, na e kena zotin apo. Wala maula lakum. Ti ke uzon, po uzon sa është maula. Apo sa është ai kështu. Prandaj, do të më mësoj që ti jeton në hijen e kësaj përkrahje të vazhdueshme apo. Ta kushtëzojmë. Kur them kushzim dhe lidhje, jo sebeb, po kushzim dhe lidhje ta kushzojmë gjithmonë pozicionin me Allahun që kemi apo. Kushti i vetëm për të qenë na mirë është me kon mirë me Allahun. Krejt tjetër relative. Kjo është kushti pa zëvendësueshëm, pa alternativë. Krejt tjetër me alternativë, apo unë jam të treguar sot në diellës, unë jam me alternativë shumë të mundshme. Apo ti që ke ardhur me ngu këtu, apo ti je me alternativë, ti zgjon vjen dikush tjetër, apo këtë është me alternativë. Gjithçka, ky vend po na mundson me zhvillime aktivitet. Po që ky vend mëshiret, bëhet një tjetër atë. Këtë është me alternativë. Andaj po ne duhet sebepet ti marrim për t'i ofruar vetit një mundësi sa më të mirë të përfitimit. Do të thotë, sa më afër dijes me kon, më mirë, sa më lart me shku, më mirë, të sa më i dikshëm me shku, më mirë, sa më shumë njerëz marrin me përtu, më mirë. Këtë do më mirën këto. Po këto janë kushte themelore për të ecën përpara. Kushti themelor është Allahu maulana wala maula lakum. Po. Allahu xhallahu ala është për krahasion. Në përderisa nuk e kena humb Allahu xhallahu xhelalu, tirat janë të kompenzueshme dhe janë të riparueshme ata. Dhe këtë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë
në momentin kur sahabët e pejgamberit thonë ju ka ik pe dorë fitore që e kishin dorë sigurt ato. Sigurt e kishin fitoren, po ju i kipi dorë ato. Pse? Për të treguar se përballë Kurajsh mushrikët Mekës Allahu Maulana. Apo, ose kur u kthi ka sahabët e vet nuk ju tha Allahu Maulana. Po aty ata i çortoi pak më ndryshe ato. Nga se Allahu xhallahu ala pastaj ju tregoi dersën e Uhudit pse kanë humbur në Uhud për të treguar se mos pasimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe mos ndëgjimi dhe mos respektimi i urdhave të tij zbe lidhen me Allahun xhallahu ala. Allahu ka garantuar se na ndihmon. Na ka ndihmuar në Bedër, edhe pse shumë më pak, edhe pse shumë më të pa organizuar, edhe pse shumë në terren, në fushë më të pafavorshme. Apo Allahu na ndihmoi atë. Ndërsa në Uhud gjithaj kishën më mirë, edhe pozicionin, edhe aspekti strategjik, edhe numri këti kishën më mirë po një s'ke mirë veç atë. Qaja s'ke mirë. Një s'ke, po për një, po qaja një si s'është, këtë tjera të binë atë. Veç pejgamberin se ngumë që është duhet, këtë rënë atë. Andë këtë mund shmi pas, edhe njerës mund shmi pas, edhe mjetët mund shmi pas, edhe vendet, këtë mund shmi pas. Veç me s'mengu pejgamberin se më është mjaftuar me këtë me kom pa vlerë atë. Nëse veç një me pas, këtë tjera të mos i pas bohën atë. Veç pejgamberin sa mengu, po si ki njerëz kur kush vjen për mas, as ki vend, as ki kush, këtë bohën. Veç nga pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është përfitim nga emri al-Wali, që shumë njerëz habiten. Apo në fillim ja nisi kështu, tani fillon mi kthy syt më shumë ka sebepet se sa ka kushtet apo. Ja kur mos e kthe ky gjithmonë, anë gjithë të vinë me qindra mijë njerëz për mas, edhe gjithë të bën me 10 të objekte, gjithmonë ato mbetin sebepe. Kur nuk ndryshon statusi i tyre ato. Kur nuk, për shembull, në fillim janë sebep se janë 10 vetë, 10 vetë sebep është. Po kur bën 100 vetë bën kusht, kur s'bën 100 milion më u bën sebep janë. A kuptova? Kur aspekti material nuk kalon, kur s'kalon, në të qendrit kusht, apo gjithmonë jetë sebep. Se këta Allah ja ka dhënë këtë ngjyrim, se ka kur kush. Faktor njëri gjithmonë sebep. Kusht jetë veç ridh Allah. Allah më koni kënaqur. Kur ai është i kënaqur dhe është lidhur me të, këtë tjetër relative. Këtë tjera të vinë. Apo bëhet pse? Pse dëshmues se bëhet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo asapti ka duku pa parë. Unë është bon. A është dash me pas, po, se s'ka mujt me donë të buk pa i qitë parët. Apo, se bebi nuk bën mua neglizhu. S'ka mujt. është dash të Bubekri me dhon krejt, e është dash Osmani me dhon begit të deve, Omeri me dhon gjysën, o të është angazhim shumë i madh, shiko, asa bat mëdhaj për një projekt. Është dash me sakrifiku. Se si shbo. Në të buk si shdo njeri, mirë po, të buk ka qenë kusht, s'ka qenë kusht, do të dhani në kusht, se nuk po du me nënvlerësu sebepe është tepër i dur, apo, nuk mund me neglizhu sebepin e dijes, sebepin e mundësive, kjo sebepe të rëndësishme për neve. Po du me thonë që mos të nxirim kur nga korniza që në sebep, që me e kurzua, nga njëre punën, e me harru kushtin. Nga njëre musliman, duke u dhënë shumë ma sebepit, apo, kanë harru kushtin. Kanë harru kushtin. Ka ere ma qënë mallin, për shambull, si një non, e cila qanë fëmiju i saj, apo, dhe qohet me aparit ushqimin. Në sens, ushqimi është për fëmin shumë e rëndësishëm, apo, po, fëmija është kushti, apo, mësë me kohë fëmija, ushqimi s'ka kuptim, apo, tash, fëmiju atje, është duke lujt me rrymë, a ishe që ka mësime mytë rrymë, aja jam zonë të vërët ushqimin. Se mytë rrymë atë minë, çka kuptimi ka ushqimi? S'ka kuptim kurgjë. Apo, në që se rizikohet jeta e fëmis, do të me lonë mu djegë edhe ushqime, edhe shpija mu kallë, me pësu thmin. Çfarë kuptimi ka masaj tani mo kjo, me mitë. Dhe nga njëre, habitëm mas, e nisëm për Allah, me bo një punë, pastaj habitëm mas punës e harrojmë Allahun. Jo Allah, e në nisë për Allah. Nëse se sjetë Allah u gjellewala në për mëneve, s'na vinë kjo kurveq, çka duhet? Çka duhet puna, çka duhet projekti, çka duhet angazhimi, çka duhet sebepi, çka duhet dersi, çka duhet kurgjë. Nëse Allah ne kanë dhënë. S'u po shumë punë e madhe, mirë, kena arrit me do punë, noja në infrastrukturë të përgjithshme, kena bën punë të art, sa i pak do gjinoj kena bëu Allah s'është i kënaqur, po e çka mo? Kur fa kuptimi s'ka mo. Andaj duhet me met kuptimi kryesor
Dhe kërkesa kryesore me mbet Allahu i kënaqur. Krejt çka të mundëm pastaj. Krejt çka të mundëm në kuadër saj, duke mos e rreziku kët. Krejt çka të mundëm me bë, krejt i bëjmë. Mirë po, kur gjë s'bëjmë se ka rrezikuar. S'ka ku fa kuptimi. Fa kuptimi ka vallai prom tu dërtu shumë për islam din sabat të bën, edhe i ka ignoroj sabat. Jo, do më mirë bër flajë fal sabat me vakt. Tani dërton me sabat. S'ka kuptim. Nuk ka kuptim, kuptimi që të është. Me më aftarat tu alej. Kuptimi është me rujt farzën e Allah xhallahu ala. Që se prishet farzi. Çka të vjen ato? Më rëndësishme është me rujt zemrën mos të përfshihet në hased. Mos të përfshihet në të pëlqim. Apo në qoftë se na tu garu. Për shembull, 2 shoqata, 2 vene, 2 persona tu garu, kush bën punë më të mira, janë në rast hased. Mshali ketë më mirë rrim musliman mirë duhum, se me projekte që bim hased, se kena prish atë që dush me rujt. A kuptut? Andë ne duhet me këtë projekt që kemi, me rujt dashuri me zveti. Që se kjo fillon me akumulu hased me zveti, nale, zyn kur që zyn, nuk duhet. Andë edhe ulemat e kam përmend, sikur se Sheikh Ibn Baz rahimullah këtë e kam përmend disa herë. Për shembull, e kam pyetur Sheikh Ibn Baz, a lejohet me ekzistu 2 shoqata me një vend që punojnë. Qëse kjo në aspekt në jashtëm është një lloj coptimi. Ka thonë me një kusht. Veç, që kjo është kushti kryesor. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kushti kryesor me ekzistu 2-3 projekte, 2-3 shoqata në mes të muslimanëve është çka? Me bashkëpunim punë të mira. Në momentin ku nuk bashkëpunojnë punë të mira, po bashkëpunojnë në punë të mbrapshta me amshëlin e tetë apo atëra bëhet haram ekzistimi i kësaj llojshmërie apo. Ose bëhet haram për ata që s'u pranon tjetrin për më mirë apo. Aty i bëhet haram ti duhet të mshël. Ase s'bën. Esenca është innamal mu'minun ikhwa. Esenca muslimanë kanë vëllazën. Këto janë sebebe. Këto janë sebebe. Andaj kushti është që të mbetemi të lidhur me Allahun xhallahu ala. Dhe nuk duhet për asnjë projekt, për asnjë punë, për asnjë gjë në këtë dunjë me rreziku raportin me Allahun te bareke ve taala. Andaj Allahu Maulana, ai është tirat. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se keni lëshu kët, kushti u më ngumu. Edhe që ata ju ka thonë, edhe nëse shihni që po na coptojnë zëjt poshtë, po na hal, apo mos u dhimbna. Mos uni po shkum ti varrosim me leheqë, që lëna të hojnë zëjt, ajo mos lirt në piktuit pa ardh dikush më thonë që pejgamberi mos ta lëvizë. Shikoj dini këtë shkollë. Apo ka që kjo më rëndësi me ngumu, sa më rëndësi pa mund dhën muslimani. Dhimbja dhe dashuria nuk duhet me kon llogarit shkelet seriatit. Ne duhet me qenë respektimi Allahu xhallahu ala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për asaj që përsëri me këto në duar është një gjithashtu një temë shumë e rëndësishme që ka të bëjë me qenurit, domthonë veli Allahu ta xhallahu. Nëse çështja e velit, e vlijave që thonë sot, po është që tem keq përdoret fatkeqësisht. Kur të vetë a din ku kjo, thotë çe me vlia me ditë, apo. Tu se e vliaja e din gajbin, apo e din pshaftën. Për shembull, në çështje të caktuara që lirë nuk e din apo. Evliaja nuk e din gajbin. Evlia pse është shumë si fjalë veli. Tana përdorin fjalën evlia. Thosë ai çaqë veli madh Allah që diçi evlia i mësel top. Apo veli është ai, evlia është shumë si. Evlia është shumë si. Andaj veli Allah ka on alladhina amanu wa kanu yattaqun. Çita nuk ka komplikim i madh me kon veli Allah azza. Ata që kanë besu dhe ata që yattaqun kanë devotshmëri takvallëk ndaj Allahu xhallahu ala. Për atë që ke plotësuar besimin dhe devotshmërinë, për atë që ke arrit statusin e qenit veli i Allahut azza wa jalla. Mirë po, Allahu te barekuhu te përmend në Kur'an një ajet që ka të bëjë me këtë temën tonë. Do thotë i të qenit veli i Allahut azza wa jalla. Se Allahu te barekuhu te ndëruar kërkon që në tokë të ketë evlia. Duhet me pas evlia në tokë. Te Allahu xhallahu ala. Nuk e lënë Allahu tokën pa ta. Kur s'kan tokë, nis kiameti më bëmë. Duhet me pas evlia. Fakti që Allahu kërkon që të ketë evlia në tokë, apo? Edhe kjo nënkupton se ata që Allah i ka përzgjedh që të jenë evliat e tij, nga besimtarët dhe devotshmit, nuk kanë shumë luks kohor për të ngrit dhe për të përmirësuar, nga se Allahu xhallahu ala e ka kput mundësinë e këtij luksi me një ajet në Kur'an apo.
Në surën El-Maida ajeti 54. Allahu xhallahu ala thot: Ja eyyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. O që keni besuar, men yartadda minkum an dini, kush e lëshon këtë fe. Pa dyshim kjo është lëshim total. Këtë fejnë kush e lëshon. Pastaj përfshihet të kush e lëshon pak e ma pak. Apo kush e lëshon frontin. Ty Allah të ka vendosur çto. Ty Allah të ka përzgjedh që ti të jesh në çit projekt. Ty Allah të ka përzgjedh që ti të çit punë apo. Me një rtedë, smbrapsat. E lëshon vind, apo është dashur çtu më najt. Çka bëhet? E lën Allahu mu prish? Ja, apo. Fasawfa ya'ti lahu biqawm. Allahu I bën do tjerë që ata të japin. Çu ka pruti. Andaj çështja është e rrezikshme se bëhet ndryshimi. E na nuk na qef Allahu më ndrua atë. Yastabdil qauman ghayrakum. Thot Allahu në surën Muhammed, yastabdil qauman ghayrakum. Shiko, e sill një popull, qauman. Apo ka ardh domon e pashuar. Një popull që kur menja s'kon dyshë që ta Allah I ka pru vend teje. Subhanallah. Istabdil qauman. Një popull. I bjen Allah xhallahu ala. Një popull, çfarë do kur? I bjen zit vend bardhë. T'kush ti bjen? I bjen keq që ku musliman, ata I bën musliman ty çata. Qauman, ej qaum. E bjen çfarë do lloj popull? Menja s'kon dikun Allah I bjen çto. Ty të ka ndërua Allah xhallahu ala që ti jesh në këtë kufi, në këtë mejdan. Të ka ndërua Allahu xhallahu ala me dije, të ka ndërua me pasuri, të ka ndërua me autoritet, me fuqi, me argatllëk, me çfarë do lloj pune të ka ngarkuar Allahu xhallahu me ta. Apo qofse e bën një hap mbrapa, e Allahu xhallahu xhelalu ka lip një hap për para, apo e bën dikon që ti para teje. Ti që tu, apo ti që shfrytësh, ti që ti te kufini. Po e shkon një hap mbrapa. Ta bën dikon për para, ta nxën tani mo. Sunë shati që ka për para, dush përmestime pa që ka për para. Kaumen, dikan që ti au kompri që ta, ma që që vjen, kaumen, ej kaum, që këndë koft, kënë sta mërmene, e stabdil kaumen, gajrekum, pas juva, për. E që kanë ata? Thumme la jekunu emthalekum, ata sënë si japëtën. Subhanallah. I ka thonë ashabët pejgamberit, ata sënë si japëtën. Kjo është kërështim. Si just tani njerëz të lastum, njerëz që fërkohen e prekën e din ka 3 vjet me çu për një fjalë thjesht, kësaj si don Allah xhallahu ala. S'ka vakt. S'ka vakt me banalitete më marr kjo din Allah. Nuk ka vakt. Nuk ka vakt për punë pa lidhje të vonohet 100 projekte vonon për punë pa lidhje. Ka u më ngajrekom. Jo rreni. Merr në vesh dikon tjetër, e bën Allah dënjesh tjetër që I ka marrë të punë pak më ndryshë për para. Ka u më ngajrekom. Apo Një punë thjesht me organizu, apo duhet 100 lëvizje me I bo, apo 100 hatra me I këshyra, apo se mos, shkoj projekte. Ja, ti ka më nga I bendo tjerë që ata si kanë këto komplekse, si kanë këto probleme, apo I kanë të kalu këto faza, nuk kënë njerës të qelqit, apo që këta në tjerën këta, që nuk e kushtëzojnë interesin personal me projekte të dinit, apo. Ju qëtë Allah pëlloj, me herë ato. Kjo është kërstimi madhë. Shiko, ka investu dikush vëli, ka investu me konë, mirë po përshka këtë në stile jo korekte, që ka rreziku, apo, projekt në kësaj feje, pak ma mrapa. Kur më skutaj, se kësash, nëtë me pas veç një sen parasysh. Kur nuk gudzëm më në shkumenja, se jena të pasë vënsu shmapë. Kur? Jo, Allah, që ditë shkën e ben Allah xhallahu ala. Që ditë, po ti ku je konti? Të kanë rejsh ti për me të punë që kur si kre, as mene s'ka shku të kanë ishme bo. Që ashtu ja që mene ndikun të të Allah. Wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. E kjo punë nuk është e shtirë për Allah xhallahu ala. Allah e bjen njërin më të keq. Apo e uzën Allah xhallahu ala. E bjen njërin më koprac, apo e bën më bujar. Allah, kadir, ka mundësi e bën. Njërin më gjahil e bjen, apo në mësën. E mësën dinin.
Njërin ma frika cak, ai tut mocën me hjek pe përsheshe që thonë, e bjen e bën ma trimin, nuk guxim shumë. A mos mëna se trimnia jonë është e pazavendësueshme. Apo dituria jonë është e pazavendësueshme. Aftësia është e pazavendësueshme. Mos mëna se para jonë është e pazavendësueshme. Krejtën e zavendësueshme. Po ruje mos u zavendësa. Ti ruje mos zavendësa. Ti ruje mos më ndrua Allah xhallahu ala. Se përndyshe se kalon Allah xhallahu ka din në qaftë kërkujt. E as në qaftë kërkujt. Jo vallahi aftë. Se kalon qaftë kërkujt në hiç. As se kalon disponim të kërkujt. Po pse na jap afat ka herë, apo kjo është el Halim. El Halim që unë jap afat. Mirë, po kur s'ka dhënë afati, çet piloje pa marrë vesh hiç. Edhe shet tani do të tjerë që e ka thua Allahu topën e lojë projekte e punë diku tjetër. Apo tani veç mund të më kon shikues. Edhe aty mund të mundsuash baje gjenderi më madh. Allahu na ruaj. Çka pas, do të historisë plot ka pas. Plot ka pas stop. Sa dush. Ka pas njerëz që Allah xhallahu ala nga lojtar i ka shënuar shikues. Tani as shikues që në Tërbjeli i ka qit këtë për stadionin. As me qyrës ban. Qase ajo është që ka këtë punë dorë apo. Dhe nuk lën Allahu xhallahu ala me ulujt me ata për çka u përgjak pejgamberi vet apo. Nuk luhet me këtë punë apo. Haj ka hiq. Ato e kanë qit pe Mekë, Medinë, o përgjak ky din me përpara, na lujm. Na vonojm për punë pa lidhje, se lën këtë Allah se lën kur apo. Ne të kemi frikë Allahu xhallahu ala të kuruhemi. Apo se Allahu xhallahu nuk e lën pen këtë din për kooperacion e kërkujt, as për frikën e kërkujt, as për llastimin e kërkujt, as për kohën e kërkujt, as për azit kërkujt. Në nderan, e përrojmë derimin e respektojmë, ecëm për para, kërkujmë fale, wa afan, në wa këfirna, se s'pogutëm sa duhet, jena e dim kush jem, se qëjmë kërët nalt, nështë ta kjo e afatizëm pak ma shumë. Mirë po, lastohemi, e lujmë, e kurzojmë, e prishëm. Qëtë me lojë, s'len, nuk len, sot shtetë nuk len me prishë, shtetë qëtë. I të prishëm, shumë e të prishë. Parën e njëri për shambull, shkolla më shkelë. Nimi në zonës në bërë për prejë, zumë për ime, pëse për ime nana? Ola, atë që ka qesë në kanë zonë gjumit, është problem me aprirë gjumit, që me aprirë njëri gjumit. Po është me aprirë gjumit dhe në ataj tani, po jenë mirë nimi njerës për jashtë, Allah. Apo, a i thënë këti njëri, a i thënë pret, a që i bënë këti njëri që e kanë zonë gjumit? A e marrën edhe qesë tjetër? Dhije që ka i bënë, për dënë zonë që jenë për jashtë në rrugë, apo. E so njëri u metë jashtë gjamiave është rrugës, pse na halasëm po mirë për do punë, e këta? E për ta që bënë zote, a na e neve qilë gjithë si në uzimin e vendora? Gjithë, kur dush të qele gjamin, kur dush të qele uzimin, kur dush të, lej këta ledesin kufrën shirka, vënohë sa dush të atë lena, ata mërë qesin, ti s'po banë, ja e dikujt këtë qesë. Se njerëzën në rrugë, problem, zhegi madhi ka kap halkur, zbanë, ja e dikujt të këtë ndera. Andaj, istabdil qauman ghayrakum, ju ndërën meher. Dhe këtë e ka thonë surën Muhammed, i ka thonë ashabët Muhammedit. Thumme la yakunu amthalakum. Tani ata sënë si ju mo. Ata sënë si ju kështu më ata. Allahu na rujta. Në dhe duhet të vëdisojmë, duhet të përgjësojmë, të kuptojmë emanetin pak ma shumë, të kalojmë interesat personale, të kalojmë çështjet individuale, të kalojmë shumë gjëra të caktuara, apo të punojmë për Allahu xhallahu për ta ngritur këtë din. Apo jo për ta ngritur emrin tonë personal, jo për ta ngritur veten. Apo të kurzojmë që ja ka unë, ja që është mëne, ja që është Allah, të ngritëm dinin për para, të esim për para, të bashkojmë në emrin të Allah xhallahu ala, të kuptojmë një herë për gjithmonë, apo se veç bashk mundë mes për para. Çdo projekt, sa më të bashkuar më i fuqishëm është, apo ti kuptojmë këtë punë. Edhe normalisht, që ky gisht është nalt, po kur bashkohet me këtë i bën diku më poshtë më ra. Normal, se bashkimi do të mund gjithmonë në pozicion. Po pranoj për hir bashkimi, sprish punë. Pranoj edhe me tra pak, nëse jeni çë drejtim që tu je. Pranoj me ra pak. Edhe pozitë, edhe diçka më ras prish punë, për shkak të domethënë të pozicionit, për shkak të bashkimit në mesin e muslimanëve. Andaj kjo është një dobi e rëndësishme që e nxjerrim për këtë. Allahu xhallahu ala kur përmend ata që nëse i ndron, çka ndodh? Çka ndodh nëse i ndron? Yastabdil qauman ghayrakum. Ose ka thonë këtu në ajet në surën Al-Maida. Adhillatin 'alal mu'minin e izzetin alel kafirin. Çka ndodh?
ata që Allahu i kërkon me kon të dashën e tij, ata që Allahu i kërkon që t'jenë ata, do të thotë që nuk i ndran, ata i kanë 3 cilësi kryesore. E para, e dhilletin alel mu'minin. Janë të butë, janë të sjellshëm përballë besimtarëve. Sikur që kanë qenë ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të kur ju është thënë inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. A dini sa njëri është bo bashkë me luftu juve. Shumë kollabllak. Mirë i shkon më kthyet në shtëpia juve. Apo çfarë kanë thënë ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Kanë thonë hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Kur gjë diçka e re për neve sot. Çështu na ka thonë Allahu, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Apo edhe ka thonë wa hasbunallah, Allahu na mjafton. Apo edhe kanë thonë gjithashtu në nshtrojmë dhe për ulemi, sikur se Allahu ka dëshmuar për ta, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Këta që ky qortim dhe ky friksim u ka shtu është besimi në Allahun dhe në nshtrimin. Pana subhanallahu, njerëz po qon po i kërcënojnë, dhe njerëz po qon po i luftojnë për shkak të këtij imani, e këtyne sa më shumë po i kërcënojnë po i shtohet imani. Na kem të kundërtën. Apo për shembull, sa më shumë bëhet, sa më tepër bëhet presion për ndonjë ibadet caktuar, sa më për shembull, çfarë do koftaj? Ma tepër fillojnë muslimanë me kërku rrugdalje, qysh me ik për ati adhurimi apo të caktuar. Çfarë do qoftë ajo? Qoftë i jashtëm, qoftë praktike të caktuar e kështu me radhë. Edhilletin alel mu'minin. Ata janë, do me thonë, edhille. Nuk ka thonë, se në ajet, në surën Fath, ka thonë ruhama u bejnehum. Atje ka thonë ruhama, ashabët e vëndëm një ruhama janë mëshirshëm me zvejtëve. Këtu ka thonë edhille. Dhull është shprehja ma pa dëshirshme për njërin aftën. I thonë dikujt për shembull nënçmimi, përbuzja, ulja. Kush i dën këto? Asnjë nuk i dën. Janë shprehje më të padëshiruara. Mirë, po Allahu thotë këta njerëz për të ruajtur vëllain e vet, për të ruajtur raport mes vetë. Mirë, po ka thonë jo para çdo kujt. Apo para atij që është el-wali. Janë të butë dhe të sjellshëm. Janë e nënçmojnë. Nënçmimi ka njerë të na nënkuptohet ose ngritje ose nënçmim, që fjalë nënçmim çka është? Me ra nënçmimin tën. Ti është dashur me pasi si respekti. Apo po ka era hiq dorë. Për ndonjë respekti të caktuar që ta ka garantuar shariati për ballë një muslimani, për ballë një vëllau të muslimanit. Ky musliman nuk është çdo lloj muslimani. Se edhe tu ka këtë kuptim. Kur thot pejgamberi, kur thot Allah xhallahu e dhillatin alel mu'minin, s'ka thon e dhillatin alel muslimin. Apo se edhe në nçmimi varet para kujt. Apo dallon për shembull, dallon kur ti sillesh bot dhe korrekt përballë një devotshëm që është rujt vazhdimisht, është kujdes. Po çe ka ndodhur me gabu, dhe ndaj diku që s'ka kur fargale a gabon e aqëllë. Dallon kjo. Apo nuk është i njëjti trajtim. Nuk i ka trajtuar pejgamberi gabimet njëjtë përballë ashabëve të tij. Jo për shkak se ka dallime. Gjykimi i shariatit përballë çdo kujt është i barabartë. Apo mirë po, mënyra e zgjidhjes problemit, mënyra e trajtimit të gabimeve dallon për njëri të njëri. Dallon kur dikush me të vërtet është faktor më rëndësishëm në xhamat, është mundu me koni mirë, përpjeket, po qenë në rast saktum ka gabu. Dallon ky, dallon dikush i cili si të livrit gabon. Kush mos më gabu është vetëm me flajt. Ka njerëz që kush mos më gabu është me flajt, si të flan që ata nuk mund me gabu. Si të quhet për gjumë nis me gabu. Dallon ky para atij tjetër apo. Andaj thotë e dhille, njëri nënçmuat, njëri sillet but, sillet me modestin e skajshme përballë një muslim besimtari mu'min i cili është veli Allahu te xhelal.
është njëri i devotshëm, është njëri i përpikt, është njëri i kujdesshëm. E izzet ndërsa arrogancën, rrepsin, dhunën e ka përballë dikujt tjetër. Prandaj arroganca nuk është në asnjë situatë e preferuar apo. Nuk ka njëri arrogant i dhunshëm. Kjo është asnjë situatë e preferuar. Por mënyra e reagimit përballë problemit të caktuar, po ka mundësi me dalluar. Për njëri të njëri, ka mundësi me dalluar për mënyrës mirë, për formës të forma. I pa arroganca, dhuna, nënçmimi, shpifja, kjo është arsyetuar në asnjë situatë, dhe në asnjë rrethon. E izzetin, e dhiletin al-mu'minin, edhe e izzetin al-kafirin. Edhe këto është një pikë tjetër me kuptuar. Besimtari përballë besimtarit mundohet që të kompleksohet si pasojë punëve të mira, apo unë ndi veten më të ulët përballë ti se kjo, ndoshta se ka gjëra që komun apo. Gjithmonë mundohet nga ky aspekt me ndi veten, ndoshta jo mbi gjithë. Nëse kur bie fjala për pabesimtarët, nuk lejon që ata me kompleksu në asnjë situatë. Nëse keq çka ata mund me pas më mirë saj nga kjo dynjë, apo nuk e komplekson për faktin se ato çka dash me pas ata nuk e kanë atë. Se fjala e izza me kon kenar për pabesimtarët, do të thonë me kon njëri mendje madh. Nuk do të thonë me kon njëri i dhunshëm. Nuk do të thonë me kon njëri pa drejt. Kjo do të thonë, asë drejtësia është kërkesë themelore për ballë çdo kujt. Edhe për ballë pabesimtarëve. Po nuk kupton që mos me leju asnjë situatë me të nënçmu, me të përbuz për shkak të asaj që ti je musliman. E për shkak të asaj që ai ka dunjan në mos saktuar. Sikur shumë njerëz për shembull, heqin dorë nga parimi fetar ose ndihen nënçmuar për bandën e të arritur të caktuar që ata ku kanë mri, ata ku kanë shku, çfarë sistemi kanë bëu ata, çfarë rregulli kanë bëu ata, dhe kjo e bën me para tyre me fol bot, si e zotni, nëse nga muslimani, apo pse për shembull në këtë aspekt sa është i theksuar, po e ka imanin me ta mashliri i thot ai çati olo, më prit pak aty, pak më kjo nëse fillon më prapë të musliman çka Allah thotë ndroj. Ase nuk lejon Allah xhallahu ala me kësi kritere apo t'jen të pajisur ata që pritet për ty me kon euliaullah. Ase çdo besimtar që Allah ka udhëzu, çdo besimtar që Allah ka drejtuar në rrugën e drejtë, prej tij është e pritshme të jetë voli. Ase që ta ka imanin. E ta zhveliu të jetë në këtë shkallë dhe në këtë mënyrë të trajton besimtarin, dhe në atë mënyrë të trajton një besimtarin, kjo është një alarm serioz që ky ajet na flet se Allah xhallahu ala i ndryshon. E bjen dikon tjetër. Dhe gjithashtu ata që prit me kon eulia, që ata t'ia kenë frikën vetëm Allahut, që ata t'jen të lidhur vetëm me Allahun azza wa jall, apo këta për çdo përshpëritje në vesh, të nalën qymë që kanë të thonë se nështë ta du të më nalë, këta Allah i qëtë për uda. Andaj, përshpëritjet, por edhe kërsnimet edhe qërtimet e zëshme, sa do qëllim të zëshme, nuk bënd të në zbrapsin. Po, duhet të ndalim i kohë paskua që të rishikojmë, se nga ne mund t'jem nese bep për zratë saktum. Rishikojmë qëndrime tona, rishikojmë veprime tona, sa a thua valë, mos ne kemi shkaktuar dheq, e nuk ka mirë me shkaktu probleme. I pa në qofë se ne jemi konform në përputhje me metodën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në përhapjen e vlerave, luftimin dukurive negative, në ballafaqim, në përhapje të harit, çdo gjë e kemi në rregull, është në përputhje me ata që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe të tjerë na çortojnë për shkak se ja kemi bërë sikur se ka bëu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, atëherë këtu nuk duhet më apo përshtypje asnjë zë, asnjë shkrim, asnjë emision, asnjë kërcim, as çka do qoftë. Por në qoftë se nuk është përputhje atër po, nuk duhet ta trajtojmë problemin me inat, pse ka thonë filon e fisteku, por duhet ta trajtojmë ato që i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abu Hurajrës, sadaqaka wa huwa kadhub. Ka rajt, ka folë vërtet në pse gjithë rran. Pse është iblisi rranc, kësaj rrodhe ja ka qellu, do të më kuptoj se ja ka qellu, e kuptojmë. Kur ja qellon, kur ja qellon, e dim se esenca për mos më qelluar. Po e fakti që nuk i friksohen kërcënimeve, kjo do të më kon gjithmonë në këtë kuptim. Nuk i friksohen kërcënimeve as shortimeve kur e din se e kanë mirë me Kur'an me Sunet. Po kur të din që e kanë gabu, atëherë po që friksohen.
por ndikon veprimi i caktuar që përcaktojnë tash një kurs tjetër, një tempo tjetër, ose një orientim tjetër, për shkak se ka qenë gabim. Andaj pejgamberi sa në kuadrën e saj s'ka qenë metodë e tij, s'ka qenë menhexhi i tij. Apo që njerëzit që në aspektin e jashtëm janë duk musliman, por brendin e kanë pas të mykur me i myt. Edhe pse ai ka ditë këtë, pse? Nga se kjo metodë pastaj shkakton kaos. Njerëzit nuk e dinë pse ka bërë këtë. Thoj njerëz po i vron ashab të vet ato. E për ta ruajtur këtë imazh, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndal vetën nga disa veprima që i ka pasur legjitimuara. Dhe s'kish bë padrejti fare, me për shkak se ka pas mundësi të keq përdoret pastaj kjo, e ka ndal vetën Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kush e ka ndal këtë rast? Ka thonë hatta la yatahaddath an-nas, që njerëz mos thonë që enne Muhammedun yaqtul ashabe. Çfarë mos e kanë drejt, apo për shkak se njerëz thonë edhe po e ka pas kujdes do punë. Po ti kërkon Allah xhelal ndërçë çapën. Allah më ndërçë çapën, më jap, ndërçë çapën. Prishe. E ndërçë shukon, ja ra po flasin kurresh, a ke shbok këtë pejgamber ja. Kto dallimi apo? Mi po aty ku është hapësira shariatike, që të kujdesemi edhe për çka thonë të tjerë, duhet më shfrytzuar hapësirë. Nuk duhet mos sill njëri me në atë kuptim me pa ndërgjegje. Unë e po them hakun, le të plos dynjë, po ka dal. Edhe kur të themi hakun, e themi që duhet më hakun. Edhe kur të preferojmë, edhe kur të angazhojmë, edhe kur të zbatojmë, edhe kur të kritikojmë, keq ka të bëjmë maksimalisht. Metode pejgamberit është me ik ballavaçimit apo maksimalisht. Por nëse fetarisht kërkohet ballavaçimi nuk ikëm apo. Kjo është më rëndësishme apo. Ama besimtari kur nuk duhet, si ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për 23 vjet. Për 23 vjet që ka qëndruar në këtë dunjë me këtë mision. Në cilën luftë tregomni? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili ka mujt me kry punën për strahati, u shuj ka nguc hajde na luftojmë se s'po mrihet më pa luftë. Në cilën? A ka në luftë dikon? Kush në historinë pejgamberit? Rahatu ka mujt me zbatu davetin, ka mujt në prap fen Allah xhallahu ala, ke dikon rregull. Po që ka pas me ta, s'në rriun, pa kacafyt na, pa u katridh pak nas mundëm apo. A ka bënë ashtu pejgamberi? Jo, Allah, pësën. Andaj ka dhëmë pejgamberi, leni kurej sot lënë rahat, leni rahat. Sot lënë rahat. A kur ata prishën rregullin, ta nolin fenë, s'dojnë, ata duhet me përdojnë metodat e duhet, normalisht. Andaj që kërë të gjihadin, që se këtë bota, për shembull pejgamberi më thonë, ti Muhammed s'kine ujë me kap shpatën kur. Çfarë po duhin? Unë po duam me fol njerëz për din. Të falju. Unë po duaj që kush të pranon fenë mos me nguçë, se ngucëm. Apo, unë po duaj që kemë kon, unë më gjiku çto më çto. Unë po duaj çto. Ka çka tush i bën. Pa ta këson, jo, pa do të më luftuam. A kish bëu kështu? Jo, valla, s'ka nevojë. Pse s'ka nevojë? Nga se kur është arrit një objektiv i caktuar shariatike, s'ka vazhduar pa lufta. Që ta ka ehlu dhimë në shariat, apo ka njerëz që nuk janë musliman, ka rregulla për ta. Nuk është e kërkuar mi çrrënjues, këta që beson hiç asnjë me tokë mos me lën. A është menexhi nuj talisam. Apo nuj ka thënë la tadhar al-ardi min al-kafirin dayara. Dhe kjo ka qenë mas 950-ve kur ka thënë se këta moks dal më për tyne. Kon ja rab ka çrrënjasi, mos lë mi fytyr tokës shtëpi qafirit apo. Mos lë. Kjo është nuj ka thënë kështu. Nëse çush ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë ndryshe apo. Ka thënë innahum qaumun la ya'tazidinta. Ma ja bëj hapësirën timsoj. Çush ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ne përse kena mundësinë me mësu njerëz. Përse e kena mundësinë me u shpreh. Apo pse duhet ta optojmë me shku me u katërrith dhe më janë vetë këtë punë? Për shembull, s'ka havarej. S'ka sunigjon, s'ka. Për shembull ne duhet më fol për ta. Po s'ka valla. Duhet më fol për ta. Kur s'ka pse po vlet për ta? Fol për ta që ka. Apo a kanë folë ashab të pejgamberit për xehmit? S'ka folë shumica, s'ka folë që ndeka, s'ka pas vaktin Allah. Andaj nuk duhet me inskenu konflikte. Ata s'kan për shembull, kanë mendim po janë grup. Nuk janë dukuri e përhapur. Apo tash më çumi i bë dukuri, e me bë realitet, me bë aktualitet, e me fol, e me kacafyt. Po le Allah se s'po pengon, le. Njëri e sulës vetë, e sulës vetë.
Qofse rrezikohesh nga një kafsh, rrezik që s'len me ka përsy, mirësh me to. Pa i lidhën qeni, i ungjën aty, as po le as kur gjë, mush me ka përsy. Se dush mu kap me to, më ditë mëse boakia, çohet e boakia zgjidhet. Po leni, më bëmu çu tani, leni era qenin lidhën. Apo gjë lidh thot. As po flet, as po le, as po bën kurrë. Apo mush me si pat pengu, po më mes. Po çapo kapër me qenë Allah. Le, apo në këtë dunjë atë. Normal Allah. Normal është kjo. Ose njëri për shembull mes me kerr, rruga asfaltuar normal. Po jashtë asfalt një gur i madh, e nal kerr me gurin. Çfarë bëj? Me mërshit helbet guma muna më rrugë që atje. Po të së të të sitë Allah, të përre që përjetë shumë mirë. A është ajnë s'ketë, me dojnë rrugë po, ku dojnë rrugë të me hekë. Me hekë që së probleme ka përcy. Ama për njësë është, në ketë jashtë rrugës, është komplet atje jashtë është. Se për hekë Allah. Se për haqën energji me hekë gurin që s'ka dojnë nudhe, pse? E tani, mas 100 metrë me dojnë të të nudhe, së në hekë. Se je ljotë të hekë gurë që si hëngon nudhe heqë. A dhe me shpenzoj energji pa nevoj për të punë që s'është koha, s'është nevoja. Shpenzon kur t'i vjen koha dhe nevoja. Kur del nudhe taman, po. Prandaj la yakhafun lawmat al-laim. Ata nuk i frikson kërcënimeve. Po kjo nuk do të thonë se duhet më kazu këtë botë që stut në apo. S'ka nevojë Allah. Ti puna. Na do më kazu këtu nëse na stutëm apo. Pse kanë më kazu ti kuç na stutëm për shembull ka herë. Kur s'e lip nevojë më. E lip nevojë me punu, më angazhu. Ti kazoj praktikisht. Jo me bërtime, me ofshama, me fyrje, kështu më radhë, se kjo s'është metodë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj dua të them që ata që janë euliat Allahut azhjal, apo ata përballë veti janë të përulur, janë të butë, lëshojnë pendën gjithë, e nënçmon e ul vetin në 900 vet dur për Allahun ti musliman, s'prish punë. Po edhe kjo ka kuptimin e vet, ka limitin e vet. Edhe kategoritë e njerëzve dallojnë këtë drejtim, apo dallon para këti e para ti, kështu më radhë, dallon para dikujt tjetër. Me për me gjithat, e ka një lloj mënyre të caktuar të komunikimit mes veti, janë mëshirshëm mes veti, ja falin njëri tjetrit, janë të butë mes veti, dhe gjithashtu, la yakhafuna lawmat al-laim, nuk ja kanë frikën askujt. Fakti që nuk ja kanë frikën, nuk i bie sikur se ka po, me tregu ato që kanë, nuk kanë nevojë me tregu, por punojnë dhe angazhohen. Dhe në qofë se për shambull, ne e dim se namazin me xhamat në rregull, apo në rregull më fal. A ka dhe diçka namaz me xhamat më fal? S'ka. Ju në që këtë gazet po flasin se valla namazin me xhamat po hub vakt, apo që këta kjerinit që po shkën xhami ka mujt me kap kacijat me fshi qytetin për shambull me qëtë vakt, apo në valla a kompleksojmë në këtë punë? Absolutisht në pse jem të botë që duhet. Krejt që ka duhet na me kujdet dhe duhet. Vallaj, kjo është ajo që po duhet për fund me rumbullaksuar. Kur mos të bën përshtypje çka thonë tjetër. Kur mundo më lupi kësaj. A flasin kështu ta thonë kështu. Mos u marrë me ta. Krejt që duhesh më marr është qyr ajo që ka pa bën, a është urtësia e kërkuar për teje që ti u bë. Çka është urtësia? Me bëu ato çka duhet. Me bëu ato çka duhet në mënyrën që duhet, në kohën që duhet. Ti që të këqyri që të rria veç e ki, ata që e të e bo, a e të e bo në kohën që duhet, edhe e të e bo në mënyrën që duhet. Për shambull, dikush e ka, shambull konkret, e ka babën armik i islamit, Allah në arru të shpija, i të cëtën islamit. Edhe ti e që, për shambull, me falë, akshamin halashu të rravë, të shpija. Ma, që përdën? Së e akshamin, së e s'falë armik, po të din që i akshamin, ku për në ditë, së më së falë. Unë e ku më falë, për në ditë, e falë akshamin vakti kindisa. Që kështu të pletë musliman bunë kërë, apëta. Jo, da të këshura, nësa e të ka thonë sërtë vakti, së më rëndësia që ka thonë. Ose kush e ka thonë. Më rëndësia është me këshurë. A është për një menë që nuk o vakti, apo ti këshure pasaj me tujat. A i ka mundësi dhe kur që nga kësham në nësë vakti. Apo? Por në që shërati ka thonë që ka hi vakti. Shikojmë se atë që e bëjmë, a e bëjmë atë që duhet, a e bëjmë në mënyrën që duhet, dhe a e bëjmë në kohën që duhet. Që kjo të më nga më përshtypje. Gjdo kritik ndaj neve, që na e qetë në shesh, në një defekt, në këtu e 3 degë, ja shojmë harë në Allah. Alhamdulillah. Nështë të nakon ato që nështë të nakon duke bërë atë që duhet, por jo në kohën që duhet. E dikush se ka gale urëcin,
Po i ka penguar ajo që po e bëjmë na, apo edhe duke rishikuar na kanë po, pse s'ka kon që duhet. Jo për shkak të presionit. Po pse? Këtë se kena pas parasysh dhe jena përmirësu, e kena po harë në Allah. Alhamdulillah. Këtë punë se kena me inat. Këtë punë e kena me vlera. Dhe këtë punë e kena me synimet e caktuar që Allah ne ka përcaktuar me realizuar jetën e kësaj bote. Që kështu muslimani rregullon vetën e tij. E se ka këtë punë thash sikurse andaj edhe vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shembull e dini hadithin në Musnedin e Imam Ahmedit. Kanë ardhur çifoti, kanë thënë çfarë ashabëve. Kanë thonë, ju po na thonë neve shirk, po edhe bëni shirk. Ju po na thonë neve, ju po bëni shirk, pse e keni ngrit Uzairin në pozitë me Allahun, po dhe e keni bërë me Muhamedit. Jahudit i kanë thonë muslimanë në Medinë. I ka thonë çfarë ashabët, e çka bëjmë na kështu? Ka thonë ju thoni Masha Allah wa Muhammed. Ju komni të thonë çka don Allah dhe Muhamedi. Çfarë ju komni të thonë juve? A ç'kjo është njësi na që bëjmë? Atëherë shkuin ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ç'to po thonë? Ka thonë pejgamberi e ka thonë të vërtetën. Unë prej moti e kam dëgjuar këtë çfarë për juve, ka në transmetim, ka në transmetim jam turpruar më ju thonë. Kjo turpruar nuk do të këtë kuptues se ka turpruar hakun atë. Mirë po e ka ditë se kanë pas asa për qëllim këtë çështje, apo dhe ka kërkuar momentin e vëlitshëm me u sqaruar mirë duhet çu e kupton drejt, apo andaj thoni masha Allahu wahda. Çka don Allahu veç. S'ka thonë, këta jahudi për mësonjeve të vit, këta kanë prish të vit. Ja, nas mirëm ata ku kanë prish ata. Kritika aty që ka ardhur me vend. Po me vend është, për mirësi vetën Allahu. Kush e më shumë? Se më rëndësi kush e ka thonë? Se më rëndësi e ka me inati ai, apo çka? Mu s'është kam ndërmë mu hiç. E të kuptu, hiç po më interesoj. Asu më përshtypja hiç fare. Hiç nuk mirë me të hiç. Mirë po, ajo që po thuhet, a ka pasur me prodhu pe anës tam, në veprim i caktuar po në mirë me vetën temë, vëlla. Mirë me vetën temë. Nuk kisha mujt më marr me vetën temë, po mos kishte më qenë për vekimin e caktuar për jashtë. Kjo është këtë që kështu e komentojmë këtë. Me va marr mos tërma u do pun ka era që ndodhen apo në konflikt apo në atë aspekt. Armiqt të Allahut, ta pa besimtar, do mërzu Islamin, do gjatë, ka dalë. Se bëhet do punë din çat kemë se merr do punë me mesatare. Apo merr me do punë me urtësi dhe maturi. S'ka thon pejgamberi këta janë armiqt të Allahut, ta kanë marrë pejgamber ta pa gëzën e tauhid apo ata që ta ka kallzuar ka mirë, po mirë ko. Graçi Allahu. Çaq. Ata që kanë prish është dirë si radhës. Tani u ka thonë ama tjetër. E po ato që kanë thonë na e kem për obligim me përmirësu. Pe ku do qoftë ajo? Prandaj Sulejmani alayhis ka marrë pe zogut. Hudhudi ka thonë ato kanë. Unë e kom pa do popull atje që grum pengojshin edhe pa doin të kom pas Allah xhallahu ala. Sulejmani alayhis e ka pranuar pe Hudhudit ato. Domethënë ka dërguar dikon me këshira është sakt, mi po kur ka vlerësu sa sakto, çështu që e ka marrë vlerësimin e Hudhudit. Zog, plumb. E lejmë njëri për muslimanë ose për mes veti, edhe dikur tjetër që është ne jota. Andaj thash ne nuk e kemi me inat, me askan, po e kemi me kënaqësinë e Allah xhallahu ala. Çdo veprim, çdo çortim, çdo fjalë që na e përmirëson raportin me Allah xhallahu ala, jemi mirënjohës. Dhe marrim parasysh. Pastaj reagimi pasaj dhe qëndrimi pasaj është fazë tjetër, që gjithashtu edhe këtë e përcakton metoda jonë që e kemi kuptuar nga fjala Allah xhallahu ala dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se ne kështu sillemi të nderuar, ne kemi përjetuar nga emri El Wali. Përballë vetes, përballë njëri tjetrit, e kemi një mënyrë të caktuar të komunikimit. Përballë të tjerëve, gjithashtu e kemi një mënyrë të caktuar të komunikimit. Apo që Allahu na ka përcaktuar. Dhe gjithashtu përballë kritika dhe qortimeve e kemi mënyrën e komunikimit. Dhe në qoftë se dina me komuniku me këto tri palë që është duhet, i garantojmë vetës mbetje brenda kornizës, Allahu i dënë ata dhe ata i dënë Allahun. Për atë sa gabojmë në këto raporte, atë për shembull, këtë mënyrë të komunikimit që duhet me pasën, këtë mejdan, e kom këtu, i kom shtil tëllat e komunikimit, atër kjo rrezikon përjashtimin nga të qenërit vali i Zotit. Andaj besimtari gjithmonë thash duhet mu kujdes në këto tri drejtime. Komunikim me besimtar, a është në rregull, a çështu duhet? Komunikim me jo besimtar, a çështu duhet çështu të rregulluar me shariat, jo me inat dhe me epsh, dhe gjithashtu përballë qortimeve dhe kritikave, a ka marrë qëllim të duhur.
dhe a kanë diku këto me nal punën apo me rrit punën, gjitha këto thash janë kriteret që Allah i ka përmendur në surën Maide si kriteret të atij populli që Allahu kërcënon se nëse ne nuk jemi kështu, Allahu i sjell tjerë që i kanë këto cilësi dhe këto veti dhe janë nga ata që yuhibbuhum Allahu i don dhe yuhibbuna edhe ata Allahu xhallahu ala e dojnë ata. Andaj këto janë disa përfitimeve që duhet të kemi parasysh edhe kësaj radhe kur flasim për emrin Allah xhallahu ala el-Wali dhe për kraja dhe dashuria dhe afërsia Allah xhallahu ala që ne e synojmë që Allah të na mbron pastaj dhe të kujdeset për neve dhe me këtë që ka folëm deri më tani, duhet që gjitha këtu të kuptojmë kuadrat e këtyre pikave që folëm për to deri më tani. Allahu xhallahu ala los që Allahu xhallahu ala të merr mbi vetën e tij kujdesin tonë. Qenjen tonë, sytë tonë, vesh tonë, gjuhën tonë, veprat tona, qëndrimet tona, besimin tonë, krejt, Allahu xhallahu ala pas të kujdes. Allahu xhallahu ala është ai që e ruan mas mirë, andaj lutim Allahun të na ruan fen ton, dhe të na ruan shëndetin ton, familjen tonë, dhe gjithë ato që Allahu është ruajtësi si më i mirë. Me kaq po i do fund edhe kësaj teme këtij emri dhe takohemi në takimin e ardhshëm inshallah me lejen e Allahu xhallahu ala deri atëherë sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin karim.